Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mblodhi sot në një takim aleatët e Federatës së Opozitës. Berisha tha se vendi është duke jetuar një diktaturë të vërtetë si në Venezuelë, ku pushtetin e kanë kartelet e drogës të lidhura me qeverinë. Disa shërbime sekrete thonë se përfituesi i karteleve të drogës është vetë Edi Rama, tha Berisha. Ky takim nga Berisha me aleatët po mbahet për gjetur ujdinë e përbashkët për reformën zgjedhore dhe atë territoriale. Por asnjë prej aleatëve kryesor nuk i është bashkuar takimit. Fatmir Mediu ndodhet jashtë Shqipërisë dhe ka dërguar në takim këshilltarin bashkiak, ndërsa Tedi Blushi ka dërguar deputeten Brunilda Hoxha, ndërsa mungon edhe Agron Duga. Takimit janë bashkuar edhe deputetët antarë të dy komisioneve përkatëse. Ndërkohë pas humbjeve të një pasnjëshme zgjedhore të PD-s, ish deputeti Ervin Saliani dhe Ilira Limemeti kanë bashkuar forcat për një ndryshim në parti. Saliani i shoqëruar edhe nga njëri prej kandidatëve më të votuar për listën e Tiranës, Ilira Limemeti, zhvilluar një takim me demokratë të qytetit të Durrësit të mërkurën, ku fol për nevojën që kanë demokratët të dëgjohen nga drejtuesit e partisë. Por për këto lëvizje Berisha e akuzoi Salianin për një agjend personale dhe private, ndërsa udhë akuza edhe për pjesëmarrësit e tjerë në takimin e Durrësit. Aty ishin një grup të pakënaqurish. Kishte të tjerë që punuan për PS-n dhe kanë frikë se do t'u dalë. U shpreh Berisha për gazetarët. Foltoret e Salianit dhe Alimemetit, paralel me ato të Berishës, kanë ndezur ndjeshëm situatën në Partinë Demokratike. Mbetet për t'u parë se çfarë do të ndodhë në ditët në vijim, teksa të dyja palët vazhdojnë paralelisht agjendën.